Programi i BE EU for Culture bëri me dije se është në përfundim të restaurimit të kalasë së Bashtovës. EU for Culture në rrjetet sociale përmes një postimi shkruan se së shpejti do mund të hyni brenda mureve të saj dhe të përjetoni historinë e pasur, legjendat dhe ngjarje interesante historike përmes tregimeve digjitale. E ndërtuar fillimisht në shekullin e 15 si një qendër tregtare veneciane dhe e përforcuar më vonë gjatë periudhës osmane, kalaja e Bashtovës i ka rezistuar kohës. Sot, falë programit EU for Culture, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, por restaurohet me kujdes muret, kullat dhe elementet mbrojtëse të saj. Aktualisht janë vendosur shënuesit informativ, instalimet dhe qendra e vizitorëve janë drejt përfundimit, ndaj shumë shpejt do mund të vizitohet kjo pasuri e jashtëzakonshme kulturore. Kalaja e Bashtovës është gjithashtu kandidate për të bërë pjesë e listës së trashëgimive botërore të UNESCO-s.